Protesta e Zvërnecit mblodhi bashkë këtë të shtunë qytetarët në një protestë kombëtare. Ata thanë se janë këtu për të mbrojtur Zvërnecin, Nartën, Rjollin dhe të gjitha zonat e mbrojtura dhe turistike të vendit. Qytetarët kërkojnë transparencë, sundim të ligjit dhe llogaridhënie. Thash për zonat e mbrojtura, për Zvërnecin, Nartën, Rjollin, Andemban, nga Vermoshi deri në Konispol. Kështu që ne jemi për sundimin e ligjit mbi gjitha, për transparencën, për llogaridhënien. Dhe do jemi këtu çdo ditë. Zvërneci të ri ashtu që është, nuk duam të vinë dhe të investojnë këtu dhe të vrasin kafshët dhe we want to protect the environment, we want to protect the animals dhe duam që Shqipëria mos të shitet, se nuk është për të shitur, prandaj jemi këtu sot. Dje Edi Rama në antimitingun e tij na ka thëritur gjithë neve që jemi sot në protest për vendin tonë, ka thëritur budallënj. Ndërkohë del jep intervista në për media, këtej thot ai dialogojmë, pastaj thot jo po unë se iq dorë. Tani jo do dialogojmë apo do iq dorë, ne nuk kemi për t'ja dialoguar. Dhe ju falenderoj që keni ardhur sot në këtë vendin e mrekullueshëm, në Portonove. Ne jemi të gjithë patriotë dhe shqiptarë, e duam atë, e duam Vlorën dhe jemi nga shoqata civile për zonat e mbrojtura. Dhe ne nuk jemi kundër ndërtimeve, po jemi kundër strategjikës. Ato që jepen me koncensione për të mirën e atyre që do vinë, jo për të mirën e vlonjatëve dhe të qytetarëve. Në protestë dhe banorë të Zvërnecit, një prej tyre edhe Minella Balliu, ai shpret pro investimit nëse i shërben zhvillimit, por edhe zbatimit të ligjit për pronarët e vërtet. Pretenduesi kryesor të pronës që është këtu, prej 220 hektarësh, me dokumenta të rregullat vjetë që më është grabitur nga Artur Sheu me dokumenta falsa, të cilat sot e kësaj ditë janë proces gjyqësor. Këtë gjë bëra të qartë kryeministrit, këtë bëra të qartë gjithë njerëzve, e kam për të qartë gjithë mediave, sepse prona e cila është blerë me gjak, to morët me gjak pasaj. S'kemi se të bëjmë ndryshe. Kur nuk më jep zgjidhje, çfarë do të bëj unë? Të nxjerr tjetër nga shtëpia, çfarë do të bëj? Se është një sikur shtëpia ime. Sikur jam në shtëpinë time tani, nxjerr tjetër nga shtëpia. Kjo është. Çfarë do të bëjmë ne? Atëherë kërkoj. Nuk jam absolutisht kundër investimit. Investimi të bëhet sepse i shërben zhvillimit, i shërben komunitetit, i shërben vendit, i shërben të gjithëve. Unë jam pro investimit të bëhet. Po me dokumenta të rregullta. Me dokumenta të rregullta. Po janë proces gjyqësor pra. Dhe se janë proces gjyqësor, e kam kur gjykata në 2003 ma ka njohur pronën, në 2003 ma ka njohur pronën për 220 këta pas janë është një llogari që bie 250, por sa më ka njohur gjykata kaq kërkon. Specialistë dhe aktivistë të mjedisit apelojnë se këto lloj investimesh nuk mund të shkojnë në një habitat natyror kaq të bukur dhe të ndjeshëm. Sipas tyre, kjo zonë që duhet i shërbejë njerëzve, kërkohet të transformohet në betonizime. Shqetësimi është që me vendimarrje të gabora, biles të personalizuara nga kryeministri, gjithë kjo zonë që bazohet dhe mbrohet me ligj, por që është vërtet është pronë shtetërore, por është dhe pasuri publike për t'i shërbyer njerëzve, por çfarë po ndodh? Po e transformojnë në betonizime, po e tjetërsojnë nga pronë publike në shërbim të publikit, ja kalojnë të gjithë të territor si pronë të disa individëve. Biles nga informacioni që kam, kemi edhe individ të inkriminuar. Dhe për mua shumë e rëndësishme gjithashtu dhe delta e Vjosës, prandaj dhe jam sot këtu dhe kam më shumë se një muaj që po protestoj për mbrojtjen e kësaj zone kaq të bukur. Mesazhet patjetër janë larg zonave të mbrojtura, këto lloj investimesh nuk mund të shkojnë në një habitat natyror kaq të bukur dhe kaq të ndjeshëm siç është Vjosë Narta.